rëndësishëm diplomatik në Stamboll, ku prezidenti Erdogan si në fillim të konfliktit u përpoq që të gjejë një zgjidhje mes Rusisë dhe Ukrainës, dhe ata u ulën delegacionit i Ukrainës dhe Rusisë. Mirë po kuptohet që jemi dëshmitar që nuk dhan asnjë rezultat dhe përkundrazi konflikti edhe më shumë është duke u zgjeruar dhe kuptohet që humbësi më i madh në këtë rast është Ukraina dhe është perëndimi për shkak se janë duke e humbur këtë luftë kundër Rusisë, si luftën ekonomike, po ashtu edhe luftarake. Qartë, për zoti Dauti, si duhet lexuar pra kritika publike e Donald Trump ndaj presidentit rus Vladimir Putin në kontekstin e marrëdhënieve midis dy vendeve, pra SBA-s edhe Rusisë, ndërkaq dhe a duhet që edhe perëndimi pra të rishikojë më njëherë strategjinë e tij ndaj Moskës? Po kuptohet që duhet dhe kjo do të ishte në interes të perëndimit, për shkak se vënia e sanksioneve të Rusisë më së shumti e ka dëmtuar ekonominë e perëndimit, dhe sidomos ekonominë e Evropës, të cilët janë të varur nga gasi dhe energjia në përgjithësi nga Rusia, dhe kuptohet që kemi sidomos në Gjermani, ekonomia ka hyrë në stagnacion dhe nuk kemi rritje ekonomike. Kjo është për sa i përket çështjeve ekonomike. Kuptohet që Trumpi nuk është se i dhimbën në të vërtet ushtarët rusë apo ukrainas që vriten në Rusi, për shkak se ai e përsëritën shpesh se kjo luftë është shumë brutale dhe vriten shumë të ri, për shkak se sikur t'ju dhimbej atyre, ai nuk do ta furnizonte Ukrainën edhe në mandatin e parë dhe në mandatin e dytë me armatime, por dëshmi më të madhe se ati nuk i dhimben ushtarët apo njerëzit që vriten është Gaza, ku ai është duke e përkrahur gjenocidin në Gazë në sot, dhe ajo është një dëshmi që ky prezident, edhe pse në fjalë bëhet sikur është i moralshëm, po ne të gjithë jemi dëshmitar se është një prezident i pamoralshëm. Qartë, zoti Dauti, ndërkaq në përshkallëzimin e agresionit rus, pra siç pretendon edhe presidenti Volodymyr Zelenski, apo ndihmon ndërkaq heshtja e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përpoqën që ta shkarkojnë presidentin Zelenski. Ne e dim që Zelenski ka humbur legitimitetin politik për shkak se i ka kaluar mandati, dhe Trump u përpoq që ta ndroj për shkak se e shiqon si pak kokë fort dhe nuk është se i zbaton urdhrat e Amerikës, dhe neve na kujtohet ajo pamje ku në shtëpinë e bardhë ata kishin një konfrontacion nëpërmjet fjalëve, dhe u mendua se mbas kësaj Zelenski nuk do të mund të mbjetoj në skenën politike, po ja që si duket Zelenski ka mbështetje, sidomos nga perëndimi dhe nga shteti i thellë. Unë për mendimin tim mendoj mendimin se ai ka mbështetje për shkak se është çifut dhe ka hyrë në atë pozicion me një program dhe projekt të caktuar. Projekti është që të dobësohet Rusia, mundësisht të shkatërrohet Rusia, të ndryshohet regjimi, dhe Rusia me resurset e veta të pasura të jetë në shërbim të perëndimit. Kjo është projekti më i madh, po ne jemi dëshmitar që asnjë nga këta pika dhe plane nuk mund të realizohen, dhe si përfundim Ukraina do duhet ose të kapituloj, ose dal nga dal do ta humbë luftën, për shkak se ne shiqem në fush betej, trupat ruse për çdo ditë avancojnë, dhe ata jo që do t'i okupojnë vetëm, mendoj ushtria ruse, vetëm 4 apo 5 rajonet, ose duket do të zgjerojnë tentimin e tyre për të okupuar edhe Odesën, edhe Nikolaev, edhe Harkovin, dhe kështu që do të mbetet vetëm një Ukrainë e izoluar, që nuk do të ketë dalje në detin e zi, dhe që kuptohet nuk do të jetë antare NATO-s. Në gjatë bisedave që u bën diplomatike, kuptohet që Rusia nuk kërkonte vetëm ndërprerjen e luftës nëpërmjet Ukrainës dhe Rusisë, po ata kërkonin që NATO të tërheqë tendencën e tyre që Ukraina të bëhet pjesë e NATO-s, dhe kuptohet që trupat e NATO-s të tërhiqen nga afërsia e Rusisë, pra të kthehen në kufit e vitit 94, ndoshta para zgjerimit të antarëve të NATO-s, apo të NATO-s me shtet antare të ri, dhe kjo është qëllimi kryesor i Rusisë, dhe besojmë që brenda një viti ne do të shiqem që të realizohet, pra trupat e NATO-s do të rriqen në kufit e vjetër, dhe të gjitha ata shtete antare
të Evropës lindore që ishin pjesë të paktit të Varshavës, ku hyn edhe Shqipëria, nuk do të shiqem trupa të NATO-s në këta pjesë dhe kjo do të zgjidhte konfliktin mes SBA-s dhe Rusisë. Qartë, mirë zë Daudi, për të kaluar në pjesën e dytë për të ndalur te Kosova, ndjekim një insertë dhe pas rikthehemi. Wesley Clark, ish komandant suprem i forcave të bashkuara të NATO-s për Europën, ka vlerësuar se Kosova është një pikë e nxehtë që mund të shpërthejë në momentin më të papërshtatshëm. Ai ka nënvizuar faktin se në Kosovë ende nuk ka një qeveri të formuar as 3 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, dhe ka potencuar se ka shqetësime serioze për të ardhmen e vendit. Gjatë procesit të Daytonit ne nuk arritëm të bindim Slobodan Miloševićin të trajtonte çështjen e Kosovës. Ai e trajtoi atë më vonë, por e bëri përmes forcave të tij ushtarake dhe policikë speciale. Kështu që kjo ndarje mes Serbisë dhe Kosovës mbetet ende sot e hapur. Nuk ka një qeveri të formuar në Kosovë pas zgjedhjeve të fundit, edhe ka shqetësime serioze për të ardhmen. Prandaj nuk është vetëm Bosnja dhe mbetjet e marrëveshjes së Daytonit të vitit 95 për të cilat duhet të shqetësohemi. Në anën tjetër të Serbisë ndodhet Kosova dhe ajo po pret si një pikë e nxehtë që mund të shpërthejë në momentin më të papërshtatshëm, deklaroi Wesley Clark. Mirë, zë Daudi, se i përket kësaj deklarate që tha edhe zoti Clark, a është Kosova realisht pra në prag të një shpërthimi, duke e ditur tashmë që nuk kemi një qeveri në Kosovë? Po kuptohet që Kosova është në situatë kritike për sa i përket çështjes së sigurisë. Kjo për arsye se shteti i Kosovës nuk ka njohje ndërkombëtare, nuk është pjesë e OKB-s dhe jo vetëm ato, po edhe disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, por çka është më e rëndësishme, pavarësinë e Kosovës nuk e njeh Serbia, e cila e konsideron Kosovën si një territor të saj, dhe mund të ndodhë një sulm nga Serbia, me arsyetimin se ata vetëm e shkrirojnë tokën e tyre, që mbas kushtetutës së Serbisë është pjesë e tyre dhe simbas disa shteteve të rëndësishme, sikur është Rusia, Kina, India, po edhe shumë shtete të tjera, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe ata do të heshten nëse një sulm i tillë do të ndodhë. Për të mbrojtur nga Serbia, kuptohet që popullata e Kosovës duhet jetë e përgatitur, e armatosur, ketë një moral të lartë dhe një leadership serios. Mirë po për fat të keq nuk mund të shiqojmë që kjo është rasti në Kosovë. Kosova si ekonomikisht ka dështuar, po ashtu edhe politikisht është duke dështuar, dhe më e rëndësishmja për sigurinë e kosovarëve është që ata ushtarakisht nuk janë të përgatitur nga një sulm i mundshëm nga Serbia dhe kjo duhet të jetë brenga më e madhe e kosovarëve. Kuptohet që deklarata e generalit shifut të Shteteve Bashkuara të Amerikës Wesley Clark, ai e potencon këtë rrezik për shkak se edhe ka interesa ekonomike si në Shqipëri dhe në Kosovë. Ne e dim që naftën e Shqipërisë është duke vjedhur generali Wesley Clark me disa bashkëpunëtor ekonomik të tij dhe kuptohet që ai konsiderohet si një lobist dhe i del zot Kosovës. Ai del zot Kosovës për shkak se paguhet për atë, nuk është se brengoset në të vërtetë për çështjen e shqiptarëve, se sikur të brengosej për çështjen e shqiptarëve, ai nuk do t'ua vjedhte naftën shqiptarëve të varfër. Qartë, zoti Daudi, ndërkaq, si dikon dhe mungesa e një qeverie të re në Kosovë pra pas zgjedhjeve që ndodhen më datën 9 shkurt në stabilitetin e brendshëm dhe pozicionin ndërkombëtar të vendit? Tani në Kosovë gjendemi në mandatin e tretë të qeverisë Kurtit. Dikush do të thoshte jo, nuk kemi hyrë se ende nuk është zgjedhë qeveria, po në fakt zgjedhjet kanë mbaruar në shkurt, edhe ato në fillim të shkurtit apo 15 shkurt, tani edhe pak do të hymë në qershor, dhe Kurti vazhdon që ta qeverisë Kosovën, pra de facto ai është në mandatin e tij të tretë. Dhe nëse bëjmë një retrospektiv se sa ishte suksesi i tij në këta 3 mandate, mua nuk më bie ndërmend dhe një të mirë që kosovarët pan nga qeverisja e Kurtit. Në aspektin ekonomik, Kosova është duke u shkatruar, rinia shqiptare është duke lëshuar masivikisht Kosovën. Kosova prej 2 milion banor në këtë situatë nga një rrezik i mundshëm i sulmit të ushtrisë serbe
ndoshta mund të mbetet edhe parini të cilët do ta mbrojnë territorin e Kosovës, pra e ka futur edhe një rrezik të sigurimit Kosovën me politikat e tij. Ai po ashtu e izoloi Kosovën me kryenaqësinë e tij. Pra kemi sanksione të Bashkimit Evropian kundër Kosovës. Ai është i izoluar të takohet me leadershipin e Evropës dhe të Shteteve të Bashkuar të Amerikës, po jo vetëm këtë, ai nuk ka marrëdhënie të mira as me lindjen. Pra si qëndrimi i tij në luftën në Gaza duke mbështetur Izraelin, duke hapur ambasadën e Kosovës në Izrael, e ka humbur edhe solidaritetin e shteteve muslimane dhe popullatës muslimane që bën 2 miliard njerëz, dhe nëse Kosova hyn në një situatë të rrezikut të stabilitetit, nuk e di se kush do t'i dale zot kosovarëve. Pra, kosovarët kanë bet jetim gjatë qeverisjes Kurtit, dhe ky inati që ka e bën ai me konsolidimin e kuvendit, vetëm dëshmon që ky njeri ka probleme reale edhe të natyrës psikologjike. Qartë, zotë Udhi, ndërkaq apo paguan Kosova dhe çmimin e një marrëveshje pra të papërfunduar që ka tashmë me Serbinë? Po Kosova e paguan atë çmim, mirëpo Kosova duhet të ketë një qeverisje serioze. Qeverisja serioze kuptohet duhet të ketë legjitimitet nga popullata e Kosovës dhe prandaj bëhen edhe zgjedhjet në çdo 4 vjet të paktën. Dhe popullata e Kosovës e delegjitimoi qeverisjen e Kurtit dhe ai duhet të tërhiqet nga mandati 3. Sikur popullata e Kosovës t'ishte i kënaqur me qeverisjen e tij, edhe përkundër propagandës së madhe që ai është i aftë ta bëjë, ai nuk fitoi legjitimitet dhe humbi legjitimitetin, edhe pse ai kishte një qeverisje absolute duke kontrolluar shumicën e parlamentit, duke e pasur kandidatin e tyre për prezident të shtetit dhe kuptohet kryeministrin, dhe të gjithë ministrat ishin pjesë të qeverisë së tij, pra nuk ishte në një koalicion. Pra kjo konsideron se popullata e Kosovës e ka delegjitimuar dhe sa më herët që tërhiqet të paktën nga kryeministri, nuk themi ne që ai duhet të tërhiqet nga politika për shkak se kuptohet ka mbështetës, mirëpo mbështetja e tyreve në vitet e ardhshme do të zvoglohet për shkak se u testua në qeverisje se është i paaftë dhe e ka futur Kosovën në një krizë ekonomike dhe një krizë të sigurisë dhe një izolim diplomatik. Kur i tham këtë, nuk them se këta çka do të vinë do të bëjnë diçka më të mirë. Mirëpo në aspektin ekonomik, ata kanë disa rezultate, për shembull lidhja e Kosovës me Shqipërinë,